Posta e Maqedonisë as për vete dhe as për qytetarët nuk është fitimprurse, por as efikase. Të dhënat financiare që dalin nga raporti vjetor i Agjencisë së Postës për vitin 2024, i cili u gjet para deputetëve në seancën e Komisionit për Transport, tregojnë se në 2 vjetët e fundit Posta Shtetërore punon me humbje. Në tremujorin e parë të vitit 2024, Posta ka dalë me minus 2.9 milion euro, ndërsa një vit më parë humbja ka arritur në rreth 1 milion euro. Situata është krejt ndryshe tek 35 postat private në vend, të cilat i bëjnë konkurrencë postës shtetërore. Derisa Posta Shtetërore për 2 vjet ka çuar në minus buxhetin për gjithsej rreth 4 milion euro, postat private në po të njëjtën periudhë kanë dalë me fitim të përgjithshëm rreth 3.5 milion euro. Edhe atë çuditërisht në rrethana kur në postën shtetërore numri i të punësuarve është rreth 40% më i lartë se në postat private. Sipas të dhënave në krahasim me postat private, Posta e Maqedonisë ka marrë vetëm 2% të kulaçit të përgjithshëm të dërgesave të pakove. Gjatë vitit 2023, Posta Shtetërore ka dërguar gjithsej rreth 160.000 pako, ndërkaq ato private gjithsej 7.4 milion pako. Në raport gjithashtu janë të dhënat edhe për ankesat e qytetarëve, të cilat më të shpeshta janë për humbjen ose dëmtimin e dërgesave, por edhe mos funksionimin e filialeve të Postës Shtetërore. Informata kanë kërkuar edhe për dërgesat e trafikut ndërkombëtar, procedurat doganore, por edhe statusin e dërgesave. Ndër vite, qytetarët ankohen për mungesën e cilësisë së shërbimeve postare nga Posta Shtetërore, për shkak të jo efikasitetit dhe vonesës së dërgesave. Megjithatë, përveç qytetarëve, edhe punëtorët e postës ankohen për kushtet në të cilat punojnë. Punëtorët u ankuan për mungesë të kushteve elementare për punë, mungonte ngrohja përkat se gjatë dimrit nuk kishin uniforma, ndërkaq paguheshin mesatarisht me pagë minimale. Kjo është edhe arsyeja që ky sektor përballet me mungesë të fuqisë punëtore, pasi të rinjt nuk dëshirojnë të bëhen postier.